Në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka pasur shumë debate, por njëra nga ato që ka spikatur më shumë, normalisht që është dyshja Gjesti dhe Egli. Ata kanë debatuar me tone të ashpra duke u shprehur: "Jo mua se ul veten tënde, ti kapesh me mua se do të vishte Egli. Jo ti të më bësh ashtu mua me miell dhe unë të rri të shoh ty. Unë nuk isha iniciator e lojës dhe me ty nuk jam marrë fare. Madje kam ardhur të të muloj." Ndërsa Gjesti ja kthen duke thënë faleminderit. "Ikore, ku një faleminderit ti do ata që të bëjnë keq", i përgjigjet Egli. "Ti pasi luet me mua, po shikohet çdo gjë këtu", shpreh Gjesti, mjaft i mërzitur nga kjo sjellje e pahishme e Eglit. Nga ana tjetër, përflitet se Gjesti sot do të largohet nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Informacioni është i pakonfirmuar, mirë po është duke u përhapur me shpejtësi të dritës pas zhvillimeve të fundit me rikthimin e Eglit që po e sulmon fort në shtëpi. I ftuar në një emision, opinionisti Elton Tozaj foli për këtë situatë. Ai përjashtoi mundësinë e Gjestit, por zbuloi një sekret. I pyetur për Eglin, ai u shpreh se qëllimi i saj është vetëm të hakmerrë ndaj Gjestit. Është lutur korridorëve për t'u kthyer. Në një prej ditëve e kam hasur dhe unë, shprehet Tozaj mes të tjerash, duke ngritur spekulime mbi rikthimin e Eglit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.